Jemi dakord se bie fjala në rast se ka futboll në botë, futbolli luhet në Europë, në Amerikë Latine janë të gjitha vendet dhe në Afrikë janë të gjitha vendet. Janë 3-4 vende që shkëlqejnë. Kurse Europa ka masivitet në cilësi. Atëherë, ti nuk të shkojnë ekipe europiane në kampionat, se për këtë e kapa nuk është punë sa ekipe shkojnë. Puna është shkojnë cilësia. Sasia jo gjithmonë tregon cilësi. Absolutisht. Kështu që, për mendimin tim, unë shikus dhe jam shikus që e shoh... Mendoj që këto ndeshjet janë ndeshje jam shikus që e shoh botërorin prej dekadash. Po. Dhe kur bëj një vrejtje, e bëj si një tifoz i kualifikuar. Patjetër, keni mendimin tuaj, nuk ka lidhje. Për mendimin tim, barra, kjo lloj politike i ka rënë kurrizë Evropës. Pra i ka rënë cilësisë. Kështu del. Okej. Po thoj Eri. Ose ajo që thashun pak më parë, domethënë te pjesa që do ketë ndryshime, duhet të jenë më shumë këto ekipet evropiane në Kupë Bote. Po mendoj që këto janë ndeshje statistike, janë ndeshje që dihen kush do fitojë, ndeshjet e vërteta do fillojnë në çeyrëfinale, gjysmëfinale dhe finale. Po patjetër. Këto janë ndeshje që dihen pak a shumë në letër, që do fitojë Gjermania nesër, sa do fitojë Brazili, besoj do ketë surprizë. Sot do fitojë Brazili, kjo është thua kështu me bindje. Me bindje, jo. Tani është Maroku. Maroku të futboll nuk kanë ndeshje të lehta, po flasim në letër. Jemi dakord. Tani në kohët që jetojmë, po themi që vëmendja kryesore merr komercialiteti. Pra çdo gjë është bërë ke ana ekonomike, ke spektakli, ke organizimi, pra gjithë vëmendja thash nga ana teknike, po them futboll, vetëm Amerika më ka bërë përshtypje për mënyrën e lojës. Ndeshjet e tjera kanë qenë ndeshje relativisht jo të nivelit. Jo të nivelit që pritet dhe duhet. Që nga ndeshja e parë e Meksikës me Afrikën e Jugut, pash një Afrikë ishte një skuadër më themi e dobët, skuadër shumë agresive, lunte dhe jashtë rregullave, një skuadër e ashpër domethënë me luajtur futboll, por gjithsesi koha ajo që të rrit vëmendjen është spektakli, hapja e kampionatit, gjithë ato shpenzime marrëmendse miliona dollar që janë në lojë dhe teknologjia, ndryshimet e rregullave të lojës, favorizimi i lojës sulmuese, pozicioni jashtë lojë që është ndryshuar, ndryshimet e vonesat e lojës, gjithë ato gjëra janë risi të reja që FIFA i ka marrë përsipër për të zbukuruar lojën dhe për të bërë një spektakël më shumë. Është drejta nëse do ma lijoni një batutë po shumë pak se do kalojmë në publicitet. Ky botror është si dasma e Malos, ka 4 ditë që ka filluar. Nuk po zhvillohet, pra jemi akoma në intro. Nuk ka atë atmosferën e duhur. Po akoma nuk ka filluar, akoma nuk ka filluar pas pak fillon loja. Po ka filluar ekipet e dorës. Edhe nga pikpamja komerciale nuk ka vlerë. Se një ndeshje si Gjermani me Kuraçaon nuk mund ta shohin miliona njerëz, se sa të ishte një ndeshje, po themi, Gjermani-Kroaci. Dakord. Që s'është pjesëmarrëse. Për të mbetur tek pra dhe biznesi nuk fiton. Jo vetëm që nuk fiton futbolli. Për të mbetur tek pra teknologjia. Politika e FIFA-s se njerëz janë dhe ata